Atëherë do të theksojmë përfundimisht, në demokraci, në mënyrë absolute, ndalohet përdorimi i mendimit, i mendësisë, ta mendosh që do vrasësh, jo më të vrasësh, që nuk diskutohet fare. Sepse në qoftë do të ishim në këtë logjik, ne kemi 4 shtatorin ku protestuesët u futën brenda godinës, ku u sulmua fizikisht objekti dhe natyrisht nuk pati të vrarë. Po mos harrojmë që në periudhën ku Partinë Demokratike e drejtonte tradhtari Basha dhe ku pjesëtar në proteste ishte absolutisht gjithmonë edhe Berisha, janë diku te 6 protesta të cilët kanë sulm fizik mbi kryeministrinë. Ka dëme materiale dhe nuk është përdorur arma sepse nuk lejon njëri. Dhe për të prodhuar precedentin përfundimtar, mos harroni që protestuesit në Amerikë sulmuan kapitenin Hillin dhe u futën të brenda ndërtesës në shtetin më demokratik dhe nuk u përdor arma. Drejt. Sepse në mënyrë absolute kjo lloj mendësie është mendësia e cila duhet penalizuar përpara se të penalizohet akti. Kjo mendësi në legjislacionin shqiptar ndalohet rreptësisht, përdorimi i armëve në turm.